Ministria e Financave dhe Bujqësisë së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka publikuar rezultatet e planit sektorial të zbatuar në ndërtim, me fokus kryesor formalizimi i punësimit dhe deklarimet korrekt të pagave. Sipas ministrit Petrit Malaj, implementimi i këtij plani ka arritur ndërgjegjësimin e bizneseve për detyrimet e tyre fiskale dhe për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore, duke shënuar një progres në luftën kundër informalitetit në këtë sektor. Për rreth 118.000 të punësuar, të cilët janë të punësuar në sektorin e ndërtimit. Në muajin dhjetor 2025 kemi patur një rritje të fondit të pagave me 9% krahasuar me muajin shtator 2025, duke arritur në rreth 78 milion euro. Po kështu, edhe të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, në muajin dhjetor 2025 u rritën me rreth 4% krahasuar me muajin shtator 2025. Nga ana tjetër kemi pasur edhe një reflektim pozitiv për sa i përket uljes së numrit të punonjësve, të cilët paguan midis fashës 400 edhe 500 euro. Ulja e këtij numri ka qenë modeste, 7%, që është një sinjal pozitiv, por jo i mjaftueshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi se plani nuk do të kufizohet vetëm në ndërtim, por do të shtrihet edhe në sektor të tjerë që konsiderohen me risk të lartë për informalitet, duke përfshirë industrinë ushqimore dhe aktivitetet e tjera të biznesit që shpesh evitojnë detyrimet tatimore. Ti online është një sektor tjetër që neve po përgatisim plane për të adresuar gjatë këtij viti. Janë duke mbledhur të dhëna qoftë nga bankat për pagesat që bëhen nga platformat digjitale, por edhe për tregtinë online dhe do adresohen nga drejtoritë tona specifike. Ndërsa të pyetur për rivlerësimin, vetë ministri Malaj bëri të ditur se ky proces do të nisë në gjysmën e parë të shkurtit.